2 javë nga vrasja në shkollën e mesme profesionale Beqir Çela në Shkozet të Durrësit të 17 vjeçarit Adriatik Toto, nga nxënësi i vitit të parë Endrin Varaku brenda në klasën e praktikës, pikëllimi e dëshpërimi janë pjesë e pandare prindërve të 17 vjeçarit. Në të njëjtën gjendje janë edhe shokut e tij të shkollës, mësuesit, por edhe opinioni publik. Nuk ishte dëgjuar kurrë që brenda në klasë të vritej një nxënës shkolle me armë zjarri. Klasa e praktikës ku ndodhi vrasja qëndron e mbyllur prej datës 4 dhjetor. Kyçi i saj hapet për News 24, ku objektivi tregon se pajisjet janë zhvendosur në klasën përbri, ndërsa dëshmitar në mure janë këto vrima që kanë lënë gëzhojat e qitura nga automatiku, me të cilin Endrin Varaku vrau Adriatik Toton. Pikërisht në këtë ambient është kryer edhe vrasja e Adriatik Totës. Në këtë klasë ku gjendej edhe viti i dytë, prej derës ka hyrë Endrin Varaku dhe ka shtënë 2 herë dhe për këtë janë edhe 2 shenjat në mur. Janë pikërisht shenjat që kanë mbetur nga plumbat e automatikut me të cilin Endrin Varaku shtiu ndaj nxënësit të vitit të dytë Adriatik Tota. Sipas prokurorisë e cila ka ndërtuar ngjarjen, në 4 dhjetor, rreth orës 9:30 deri në orën 9:45 minuta, Endrini ka shkuar dhe ka veshur përparsen e një shoku të klasës, i cili mungonte ditën e ngjarjes. Ka marrë një armë zjarri automatik, që e kishte fshehur më parë në dollapin e veglave të punës. Është futur brenda në klasën ku qëndronte Adriatiku dhe ka tentuar që të gjuaj mbi të, por nuk ka arritur të shkrep armën. Në këto kushte ai ka lëvizur përsëri këmbën e armës dhe e ka shkrepur duke e kapur në mënyrë tangenciale viktimën në sup. Në këtë moment, Adriatiku ka shtangur duke ngritur duart lart dhe Endrini ka qelluar përsëri drejt tij, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Kjo si rezultati i goditjes me plumb në kokë. Në këtë moment, Endrini ka mbetur i hutuar në vendngjarje. Drejt tij afrohet mësues Thoma Lazari, e në atë moment ai hedh armën në tokë dhe largohet me vrap. Në ecje sipër ka hedhur edhe përparsen që kishte veshur në oficinë. Në deklarimet e tij ka thënë se 17 vjeçari e ka sharë dhe ofenduar vazhdimisht nga njerëzit e shtëpisë. Për këtë arsye edhe e vrau, ndërsa armën me 16 fishek e kishte gjetur në lumin arzen, kështu ka deklaruar Endrini. Endrini 15 vjeç që ka mbushur në muajin korrik. Ai është përballur me togat e zeza për veprën penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese dhe armbajtje pa leje. Së bashku me të në burg gjendet edhe mësues Thoma Lazari, me akuzën e mos kallëzimit të krimit. Në ditën e parë të hapjes së oficinës, të gjithë mësuesit dhe nxënësit e kanë të vështirë të futen aty. Hija e shokut të tyre të vrarë u qëndron pezull. Konflikte më parshme nuk kishin pasur. Kam pasur një konflikt verbal një ditë përpara, duke shkuar sapo kanë marrë shkollën, përja shkollës, duke hyrë në furgon për të shkuar në shtëpi. Edhe asnjëri se dinte më. Asgjë. Vetëm me fjalë, absolutisht. Por një fjalë e rëndë dikush nuk e mban, ka vepruar. Ka mundsi këtu ku mund të çefi armën autori? Jo, ju e shikoni vetë, kjo është oficinë mekanike, ka hekur sa dush. Është edhe e dhimbshme për të qenë se kemi edhe ne bëjmë mësim këtu, po prapë së prapi një gjë që ndodhi. Ne s'ishim në atë moment këtu, s'bënim praktik, po këtë javë jemi edhe se si duket. Është shumë e dhimbshme. Nëse nuk kontrollohet për shembull praktika për gjëra në klasës, mund ndodhi edhe ke tjerët. Është shumë e frikshme. Është pak e dhimbshme sikur ka ikur një jetë. Ishte shumë e tmerrshme të vritet një nxënës ashtu në klasë. Nxënësit e shkollës së mesme profesionale Beqir Çela në Shkozet të Durrësit deklarojnë se sherret midis të rinjve në këtë shkollë janë të shpeshta, kryesisht të zihen me thika, por ky ishte rasti i parë me armë zjarri, thon ata. Sipas tyre në këtë shkollë ka 3 roje, por që siguria nuk është në nivelet e duhura, sepse janë rreth 130 nxënës. A ka siguri shkolla juaj, sepse ndodhi që ai e mori automatikun aty brenda në shkollë? Ka shkolla siguri, po jo shumë. Po ndjet, po atë ditë u vranë, ndarë kërciti prap sherrri uzin. Kush uzin? Po dëgjoj kush uzin vetëm parë se Këtu në këtë shkollë ndodhin gjëra të kësaj natyre, sherrre sherrë bon, po në atë mënyrë jo. Vrasje jo. Sherrë kështu gjona, edhe thika ka pas raste po. Drejtohemi për në banesën e Adriatikut. Dheu është ende i butë e i freskët.
mbi varrin e 17 vjeçarit, Adriatik Tota, aty ku në qendër të fshatit, 50 metra larg xhamis, prehet prej 4 dhjetorit. Lotët e nënës së tij dhe 2 motrave mbajnë edhe unë të lagësht, ndërsa kurorat me lule të freskëta qëndrojnë dëshmitare të një rinie të prerë në mes. Në rrushkull e Vedardh, duket se edhe rrugët e Gurët qajnë. Largimin e tij të parakohshëm në mënyrë tragjike, familja e 17 vjeçarit të vrarë brenda në klasën e praktikës së mekanikës me 2 plumba, ende askush nuk e beson. Babai i tij Veliu, jo më shumë se 45 vjeç, është të mbledhur kruspull në një guask dëshpërimi me buzë të plasura, jo nga emigracioni prej 18 vitesh, nga dhimbja për humbjen e djalit të tij të vetëm. Adriatikut, mas i marrë shkollën 9 vjeçare, i pëlqente që të bëhej mekanik dhe ai zgjedhej atë shkollë. Dhe unë u detyrova që shkova në shkollën në Shkozet. Ai ka qenë nxënës i sjellshëm dhe në 9 vjeçare që unë kam marrë kontakt me mësues, nuk më ka ardhur kur 17 vjet një herë te shtëpia të vetme, që çuni ka qenë tipik në shkollë. Ja te shkojnë një pyetje mësues, janë sjelljet e nxënësit janë atje. Kam marrë kontakt dhe me mësues në Shkozet, vitin e parë me drejtorin, me mësuesin kujdestare, me mësuesin e matematikës, me mësuesin e praktikës pikërisht. Nuk e di jashtë kiç që kam marrë kontakt unë. Ka qenë atë ditë aty janë tjetër. Dhe unë nuk kam pas asnjë llaf nga mësues që kujdes se nxënësi i është tipik. S'kam pas edhe nga lagja, 18 vjet arrit këtu, 17 vjet. S'm ka ardhur herë një që çuni i është tipik. Mara pa shkollës, ai kishte dëshirë që të ndërtonte një servis, atë punonte të krijonte në vet. Akoma nuk e kishte vendos, ishte fëmijë, ai çfarë do bënte në jetën e vet. Po për atë zgjodhi këtë shkollë, vetë zgjodhi. Dhe unë si prind u detyrova ta çoj edhe me shpenzime ashtu, ta çoj në shkollë. Nuk ka pas probleme dhe konflikte që unë jemi vetëm. Ka raste që asnjë bab ndoshta nuk e shan çunën e vet, po unë nuk kam pas, sikur të ke pas një thënie do të dal një mësues dhe të thotë që ka qenë tipik me një problem me një gjë. Tani çuni im është në tokë dhe ato mund të folin çfarë duan atje që kam pas konflikte ose kam pas para një muaji ose kam pas turp të kenë edhe. Të vënë para skema mas vdekjes. Nuk ka kuptim. Çuni im është 17 vjeç, tani e kam varrosur. Ja ti është gjallë. Dhe nuk më intereson çka është për momentin. Dritan Varaku, babai i autorit e Drin Varakut, është shprehur për News 24 se nuk ka qenë në dijeni për konfliktet që ka patur i biri me 17 vjeçarin Adriatik Tota. Sipas tij, i biri është ofenduar nga Adriatik Tota e për këtë ka ndodhur edhe ngjarje të tmerrshme në shkollën Beqir Çela në Shkozet të Durrësit. Sipas Dritan Varakut, i cili foli për News 24 jashtë kamerës dhe mikrofonit, ngjarja ka ndodhur një ditë më parë kur 2 të rinjt janë konfliktuar dhe një ditë më pas i biri ka marrë armën e zjarrit dhe ka shtënë 2 herë ndaj Adriatik Totës. Megjithatë, sipas Dritan Varakut, ai ka shprehur ngushëllimet familjes Tota, por nuk ka mundur t'ju shkojë në shtëpi për t'ju dhënë dorën e miqësisë. Kjo sipas tij është në negociata dhe e gjithë familja Varaku shpreh ngushëllimet për ngjarjen e ndodhur.